Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në Stephen State, jemi këthi pas një ndoshta pauzë pak si të gratë, po jemi këthi këto. Jemi para juve me emisionin Perdja e parë, ku të ftuar kishim Exona Salion. Kjo folëm për ektrimin, pra po kthehemi pas asaj, pas periudhës toksike fushatës zgjedhjeve, po kthehemi në një realitet bukur kulturor, pra ku kemi folë për ektrimin. E ju do e ndiqni në intervist, pra pas pak do e ndiqni në intervist atë se çfarë biseduam. Po pa kaluajtje, mos harroni të bëni like videon, subscribe kanalin tonë në Stephen State. Por like dihet në fund të emisionit, nëse ju pëlqen atëherë bëni like. Dhe tani vazhdoni të ndiqni intervistën. Përshëndetje Exona, faleminderit që pranove të japësh një intervistë për kanalin tonë në Stephen State. Përshëndetje, faleminderit juve, kënaqësi. Po e filloj me ata se prej kur e ke kuptuar, kur ka qenë hera e parë që e ke kuptuar se aktrimi nuk është veç një lojë, por është mënyra që duhet thuhet diçka. Edhe diçka e ndryshme. Në fakt fillim kur më ka pëlqyer kjo si profesion aktrimi, edhe kom fillu me u marr, pastaj kom fillu me studiu, sigurisht që rrugës i kom kuptu shumicën e gjanave, në fillim ka qenë ma shumë pasion, dëshirë, ndjenje mirë, se unë me këtë profesion e kom pas një ndjenjë, do më thonë si dashurin shikim të parë prej herës parë kur kom fillu me u marr, po rrugës e kom kuptu sa e rëndësishëm është se çka duhesh ti me bo. Unë mendoj zakonisht që ky profesion është një mision që ti duhesh me kry, edhe nuk është veç një fush ose një profesion që të bën më një mirë ty. Në Preshevë arti shpesh mbjeton, nuk është që dhe jeton. Si është rritesh artistikisht në një vend ku publiku është më shumë i uritur se i shtrirë për kulturë? Realisht, në Preshevë dhe krejt vendet të vogla funksionon njëjtë fatkeqësisht, nuk është që më shumë është mbjetesë se sa funksionimi mirë i kësaj fushë. Unë mendoj që me ushtru një profesion me një vend vogël, fillimisht duhesh me pas përvojë edhe energji të mirë, edhe me u mësu ose me u rrit në këtë profesion dikon tjetër, pastaj me u kthy edhe me kontribu. Se nëse veç startin e fillon me një vend se që është Presheva, pastaj është e rrezikshme që të merr vendi para veti edhe një farë forme të ngulfat, sidomos në këtë fushë. Po fati jam u konë që unë kom studiu në Prishtinë, kom jetu 8 vite atje, dhe mëndej kur jem këty në Preshevë, e kom pas një përvojë në atë kohë, po edhe energjinë e madhe për me funksionu këto, pastaj disa pengesa, disa sfidat, cilat unë veç i kom pa këto edhe i kom has. Sa të që jënë konë vështira unë një mundu me i kalu, veç me arrit qëllimin tem që unë kom dasht me bo në këtë vend edhe me funksionu kjo fush ose kjo profesion jam me një vend vogël që është Presheva. Nuk është e lehtë, çdo ditë sfidë, po prapë se prapë duhet me ja dalë se s'ka tjetër. Cili është ai roli jot i cili thave kjo jam unë? A ka pasur ndonjë rol deri sot, ndoshta nuk ka qenë roli jot i parë, por ndonjë rol tjetër në cilin e ke gjerë veten më shumë? Zakonisht në rolet të cilat i punojmë na nuk është që nuk gjejmë pjesë edhe të vetës që jemi në jetën reale, po ka pas disa role, po të cilën unë ndoshta ju ndi më shumë se që jam unë, ka qenë roli në shfaqjen Fluturimi mbi teatrin shqiptar që kom luajt një aktoren Rozi në atë shfaqje, edhe realisht që është përshkru komplet karriera e saj, jeta, kushtet në cilat ka funksionu, dëshira e saj për me ikë prej këtij venit, jënë konkret kërkesat edhe dëshirat e mia të njëjta me të personazhit, kështu që besoj që ajo ka një roli që mas shumë ti më ka përngjan. Po çka mëson më shumë teatri për njerëzit e tjerë, pra përmes roleve ose për jetën e tjerë? Është interesant se ti zakonisht luan rolet ndryshme dhe gjendesh në personazhe të ndryshme. Kështu që është i vetmi profesion që të bën me i provu ndoshta krejt profesionet tjera. Të bjen me lujt doktoreshën, të bjen me lujt një grut martume edhe nëse nuk je, një nanë edhe nëse nuk je. Dhe me thanë, që në për fazat jetës ose në për personazhe që nështë ati njetë nuk i ki provu, po veç të bën me sfidu edhe me i pa se qysh është më konë qatë gjendja. Dhe pse realisht nështë nuk e dim, po gjithmona e përdorim sikurin, kështu që në gjindemi në fazat të ndryshme të jetës, në personazhe të ndryshme, në profesionet të ndryshme, cilat në ndoshta hala nuk i kemi provu një jetë. Edhe prandaj unë mendoj që është një profesioneve që mas shumë të unë kisha dash me qef me bo edhe boj me qef, se nuk është monoton, gjithmonë është një sfidë, diçka ndryshe, edhe është, po besoj, interesant. Pra ju bën më shumë që të keni empati ndaj... Sigurisht që po. Ndaj
personazhit ose rolit Sigurisht që që po, na ashtu. zakonisht e përdorim ato që më shnohem me rolin, e ndjejmë sikur me qenë vetë personazhi, analizoj mirë personazhin para se me lujt, kështu që momentin që veç dalim në skenë dhe e krijojmë një personazh, na krijojmë empati, ndjesi, edhe mundohemi mu përshtat sa më shumë në ato që çka ka shkruar autori, edhe cili është ai personazh, biografia e atij personazhi që na më përshtat. Po në qoftë se heqim skenën drita, duart trokiqen, çka mbetet nga Egzona si aktore? Nëse i kishim heq krejt këto, nga Egzona mbetet emocioni gjithmonë. Unë mendoj që artisti do të me qenë me zemër të mirë, me ndjesi të mira, edhe me emocione gjithë kohës, varësisht për situatave, po na si natyrë jena ma të ndjeshme, unë e besoj ashtu, edhe nëse nuk ka duart trokitje, nëse nuk ka drita, nëse nuk ka skenë, na gjithmonë kena me pas ndjenjat, emocionet, empatin, edhe shpirtin e mirë. Po ku ndjesh ma i qetë, para kamerave kur bëhet xhirimet filmave ose serialeve, apo në skenë në teatr? Dyat e kanë sfidën e vetë, qetësinë dhe vështirësinë e vetë. Mu zakonisht teatri më jep shumë emocion, se gjithçka ndodh live edhe ajo ndjesia kur del para publikut live është gjithmonë emocion më i veçantë. Po kamera gjithmonë nuk konë që më ka thënë ma shumë qëtësi, edhe do me thënë një ma rahat edhe ma sigurt, por nuk do me thënë që në teatr nuk e kom këto. Po ato 5 minutat para se me fillu shfaqja ose premiera, ma sakë si zakonisht premierë ndodhin gjithë ato emocione që na i përballojmë, edhe ato 5 minuta ma si të kryet shfaqja, unë gjithmonë thëmë është një adrenalinë, është një emocion që njetë nuk mund është me përjetu në asnjë moment tjetër. Kështu që unë gjithmonë jetoj për çato 5 minutat para shfaqjes edhe 5 minutat mbrapa shfaqjes. Pa mund të themi te kjo se kamera kërkon qetësi, ndërsa teatri kërkon një shpërthim. Jo, nuk besoj ashtu se dhe kamera kërkon shpërthim. Do me thonë emocionin ti duhesh me pas varësisht prej rolit ose çka do që lunë ti, po shpërtimin emocional ose ndjesin ose gjithçka çka ti mundesh me bën teatr, mundesh me bë edhe në film. Sigurisht që teatri dallon tani prej filmit se gjithçka pak më shumë egzagerohet për shkak publikut edhe gjithçka është reale, po prapë edhe filmi i lip emocionin, shpërtimin, gjithçka që ti duhesh me bë për çat rol ose për çat film që ti e lun. Po kur përgatitesh për një rol, atëherë për atë rol fillon të përgatitesh nga zemra apo nga mendja? Fillimisht e merr dhe lexon, analizon që do të thotë më shumë nga mendja fillimisht starton me pasi kush është ky personazh, me çka përballet ky, çka ndodh me këto, edhe pastaj gradualisht fillojnë emocionet edhe mishtrohesh me rolin, edhe kadal i kompleton edhe mendjen edhe zemrën edhe për me realizu. Po kur merr pjesë ose luan ndonjë rol dhe ke dashur që pas mesazh, por nuk është kuptuar nga publiku ai mesazh, cilat kanë qenë reagimet? Realisht unë si aktore mendoj që çka do që na përgatitim për publikun, se faktikisht edhe pse na ndjemi mirë e bojmë qef këtë punë, puna jonë bëhet për ata, me kuptu ata, me pranu ata. Nëse edhe bashkë hiç nuk e kanë kuptu, unë jam e sigurt që diçka dikun di kemi prek me një emocion, dikun di ngacmu, kështu që nuk është insistoj gjithçysh ata me kuptu çka ke dash ti me thonë ose me bo, po unë besoj në ato që publiku i kupton edhe është shumë i qartë në ato çka ti po do të më thonë, edhe nëse nuk është bashkë sakt çaja çka ti ke dash, diçka tjetër ata i ka prek me kuptu çka ke dash me bo ti me një shfaqje ose me një rol ose me një film. Pa ka pasur rast kur është keq kuptuar ajo mesazhi ose roli që ke luajtur? Personalisht mu nuk më ka ndodhur dikush më ardhë me më thonë e kom keq kuptuar se ç'ky nuk u kom, po ka njëherë po më besoj në ato që kjo punë është me shije, edhe zakonisht njerëz të pranojnë mesazhin çashtu qysh ata mendojnë edhe qysh ndjehen ata. Unë nuk besoj që na duhet gjithçysh më ia spjegu atë veç çka kena dashur me thonë ose me bo. Është më mirë me lënë ata qysh ju ndjen atë moment edhe qysh e kanë pranuar vet publiku në atë moment, edhe çajo është e saktë unë mendoj. Pavarësisht që nëse s'jemi kon mendimin e njëjtë çka unë kam dashur me thonë edhe ti qysh e ke kuptu, po çdo që publiku e kupton, unë mendoj që u gjind në çat moment, në çato emocione, në çato mendime ose është në periudhën e jetës vetë në qasi faze edhe ka pranu në llojin e vetë. Kështu që unë jam rregull çdo që e pranon, edhe nëse e ka keq kuptu çka kum dash me thonë, por ato nëse është në rregull, unë jam okay, do të thonë s'është që më pengon. Po të pjesa e shfaqjeve teatrale, cila është ajo cilat shfaqje i luan më me qef? Ato që janë dramë apo këto që janë më shumë komedi? Tash s'mund të me i ndo shumë se
kurdo që e marr rolin edhe në cilin do projekt që gjindem unë me qef i punoj punën tem, po ka njerë drama e ka peshën më të madhe, personazhet e dramës janë pak më të sfidus, nuk është, do me thonë, komedia si zhandrë është më i vështirë me realizu, se shumë vështirë është me bo dikon me kesh, sidomos në kohën ose vendin ku funksionojmë na, është një sfidë në veti, po dyqysh dramën e ka ma për zamër. Po edhe unë mund bje ma shumë komedi me lujt, kështu që edhe komedia nuk është që nuk më pëlqen. Po këtë komedia është se ma shumë po kërkon nga publiku, apo është ajo që edhe më shumë po përkrahen nga regjisorët ose merren tema tilla për të trajtuar? Nuk e di, ndoshta edhe regjisorët e kanë atë mendimin që ndoshta duhet me i trajtu tema tilla, po unë mendoj që në vendet ku po funksionojmë na në kohën, sfidat cilat përballen njerëzit, angazhimet e shumta, stresin e shumë tjetësor, na gjithmonë mundohemi ato që të vinë teatr, një orë, t'i bëjmë me kesh, t'i relaksojmë pak, t'ia hikmi ato brengat ose stresin që e kanë gjatë ditës ose tjetës vet, edhe kjo është një farë misioni, si me thanë, që publikun pak me relaksu, për që ata edhe e bojmë. Po, shpesh edhe problemet të rëndësishme që ndodhen njetë, na mundohemi përmes komedisë me i trajtu si temat të ndryshme, që për me po publiku në një aspekt tjetër. Po, është kjo e qonë në atë aspekt se teatri pra në ato 2 orë e largon nga ajo bota e përdiqme. Nga bota reale, cilën e jeton çdo ditë. Po, është e vërtet, unë mendoj që po, i largon nga bota reale, ose i ndihmon që disa probleme të caktume me i po me një kant vështrim tjetër. Po të pjesa e serialeve dhe filmave. Kove të funit tanë që ka produkt kemi, po sa janë kualitativ këti produkt? Tash sa janë kualitativ, unë nuk është që kisha dashur me i vlerësu personalisht, se dhe një pjesë që asaj pune dhe zakonisht angazhona në projekte të ndryshme. Po unë mendoj derisa publiku i pranon, i shikon, e arrin ata shikueshmërinë, targetin që ata duhen me pas si produksion, po besoj që është në rregull. Momentin që veç nuk kanë interes publiku, nuk kanë shikueshmëri, e shohin që nuk ja vlen me vazhdu një produkt të tillë. Është e vërtet që po prodhojnë shumë seriale të ndryshme, por filma nuk po flase, tani është një kategori tjetër e punës tonë, po përderisa veç publiku po i pranon si të tillë, unë besoj që kjo është qëllimi atëmve dhe normal që po e bëjmë punën e vet. Po, ndikon kjo që ndoshta në role në raste u jepen njerëzve vetëm se kanë një influencë, por nuk janë të fushës. Po, kjo është ndodhë zakonisht, fatkeqësisht. Unë nuk po them që nuk duhet me u marrë me këtë punë edhe njerëz që nuk e kanë studiuar këtë fushë, se na njohim shumë aktorë në botë që edhe pse s'kanë studiuar krimin, po e kanë bërë këtë punë, po nga njëherë është për vendin ku funksionojmë na, me i lanë anash një grup të madh të profesionistave dhe mi angazhu. Unë mendoj që për 2 arsye janë të e bo këto, që fatkeqësisht më në një dëmtu edhe projekte të caktume, varësisht që shishojnë ata punën, po kjo ndodh edhe ndoshta për shkak aparencës, pamjes jashtme që mendojnë me tërheq shikueshmërinë, edhe e dyta për shkak pagesës, çmimit, zakonisht njerëz që janë të fushës, sigurisht që besoj punojnë me një çmim shumë atol se sa njerëz me profesione të caktume, dhe kjo pikon venon producentave me angazhu njerëz që janë të fushës për shkak pagesave. Po të pjesa ndoshta është edhe ajo se aktori që vjen nga profesioni, pra ka studiuar për ata, ai e bën punën ashtu siç edhe e ka mësuar dhe e di, ndërsa ata më shumë janë vetëm si ndëgjues, marrin urdhra dhe veprojnë. Po, është e vërtet. Sigurisht që njerëz me profesion me përvojë e njohin punën e vet shumë më mirë dhe shumë më lehtë funksionon për shembull në set ose në shfaqjen sken kudo që e bën punën tonë, edhe me regjisorin bashkëpunimi është shumë më i qartë se e din sakt çka po duhet edhe çka po bën. Po nuk do me thonë tash edhe ata që se kanë studiu këtë profesion nuk e kuptojnë çka po kërkohet, nuk e di çush funksionojnë ata sakt, po ka njëherë mendoj që përgjithësia është e jona më e madhe. Na që i kemi profesionin, do me thonë e kemi studiu si profesion aktrimin, kemi përgjithësi më shumë kur dalmi me e bo një projekt ose një rol para kamerës ose para publikut. Ata që nuk e kanë të fushës, e kanë shumë atletë se nuk është që i mendojnë edhe qatë shumë gjana që na i mendojnë për një personazh. Po, a ke ndonjë rol që ndoshta e pret një ditë që do ta luash, ose do të jetë ndonjë personi apo ndonjë rol që e pret ndonjë karakter që do ta luash? Me të thënë drejtën nuk po them që e kam punu shumë role të cilat më kanë përmbush, po
Deri tash, çka unë kom dasht, një farë forme e kom lujt rolet cilat unë i kom dasht. Nuk po them që të ardhmen s'kisha dasht me provu vetën diçka tjetër, po në teatr, në film, serial, në dram, komedi, në monodram. Domethënë në disa pika të cilat unë kom dasht me i prek ose me qenë pjesë e projekteve veç më ka ra me i provu. Edhe nuk është që kom ndaj rol tepër ëndër, ndaj projekt madh që është jashtë vendit tem, dikun në përballë sigurisht që kisha dasht ato, çdo secili, po kështu rol tamam nuk është që kom ndonjë. Po nëse ju pinë ndonjë vajzë nga Lugina e Preshevës që do të shkon aty, cilat ishin do të fjalët që doja jepje, cilat mesazhet se si të vazhdon ajo atë shkon apo mos shkon ose cilat mesazhet që do të merrte nga ti? Realisht, arsyeja pse unë veç jam kthy me funksionu me këtë profesion në vendin tem, u kon me inspiru vajzat e reja me u marrë me këtë fushë. Ky profesion me tregu real është shumë sfidus, e lyp shumë angazhim, shumë punë, shumë energji, gjithçka e jotja duhet mu investu në këtë fushë. Po nëse nuk e don, unë si kisha propozu kërkujt me shku në këtë profesion, se veç rrugës dorëzohet. Nëse veç shoh që dikush realisht e don shumë këtë profesion, unë gjithçka që e kom për veti ja kisha dhënë me ndihmu, se unë mendoj që është një profesion shumë i shenjtë, shumë i veçantë, edhe kisha do shumë vajzat e vendit tem me vazhdu këtë fushë. Sado që është sfidus, nuk kisha dasht shumë me i pa në vendin ku po funksionoj unë, po prapse jo edhe këtu me ardhë dhe me kontribu pak, po të njëjtën ku kisha dasht me i pa edhe në vendet më të mëdha me bo këtë punë, se është një profesion shumë i mirë, po gjithmonë unë e tham nëse nuk e don rrugës dorëzohesh, se është shumë sfidus edhe shumë i vështirë, sidomos nëse e zhvillon me një vend vogël, ku nuk është që kuptohesh, po më shumë gjykohesh. Po këtë pjesën e Preshevës, a e ke menduar ndoshta një herë që do ta lësh këtë vend? E kom e mendoj, nuk është që nuk e mendoj. Edhe realisht kur jam kthy, kom thonë që s'kom e nejtë shumë gjatë, po u bën gati 8 vite që jam këtu, edhe zakonisht e mendoj, po kur vjen ai moment nuk e di. Gjithmonë e kom ta kryej edhe çet punë edhe po shkoj, ta kryej edhe çet projekte edhe po shkoj, ta bëj edhe çet ndryshime edhe po shkoj. Edhe pesho që edhe pak jam këtu të mundu me investu në ato që ka unë po du. Po disa prej qëllimeve të mia unë i kom arrit, kështu që ndoshta edhe pak. Po në këtë investimin atë që po donë, a është ndoshta, të themi në një përformë, një mision ndoshta dhe i pamundur? Çka unë po du këto? Nuk besoj që mos më ka një misionin pamundur, më ka një misionin pamundur, po unë po mundona mi lanë disa gjanat mia të këto, që ndoshta dikush të ardhën ka me mujt me i pasën favor të veten, po mundona me funksionu me energjinë edhe punën edhe çka unë e din këtë profesion, me lanë këtë teatr, nëse edhe nesër më shelet këtë teatr, për një gjë jam e sigurt që unë jam kon aktorja femër e vetme në këtë vend, jo mundu maksimalisht me dhënë për vetës tem, edhe nëse jo kur gjo, një ditë kanë me kuptu çka ku bëhen në këtë vend, nëse se kuptojnë tash. Faleminderit shumë Exona për që na mundësu ta realizojmë këtë intervistë. Faleminderit juve, kënaqësi, shumë suksese në punën e juaj. Siç e parë për atë emisionin, pra folëm për pjesë e aktrimin përgjithësi, pra si një aktore në Lugin Preshevës, pra dalësh nga Lugina, cilat janë sfidat me cilët zhballafaqohesh e këto. Ju mos harroni ta bëni like video nëse ju ka pëlqyer, subscribe kanalin tonë 25 që ti shihni edhe të ju lajmëron për video tjera që do i bëjmë, sepse tani do të fillojmë dhe shpresojmë të mos kemi ndoshta pauza të këtilla siç ishte kjo më herët. Deri në video në ardhshme, ju mirëmbëjtje dhe miru takofshim.